rajonit George Soros, një miliarder amerikan i cili ka qenë aktiv me fondacionet e shoqërisë hapur të ngritura në shumë vende të botës. Çfarë qëndrimi keni ju ndaj Sorosit dhe aktivitetit tij në Shqipëri? Problemi kryesor i Shqipërisë është krimi dhe lidhjet e krimit me politikën. Lidhjet e krimit me politikën janë vepër e një njeriu që quhet Edi Rama. Ai e solli krimin politik për të fituar zgjedhjet, po e mban pushtetin me krimin. Çdo përdorim i rrjeteve, siç është rrjeti që ju përmendët, për të fshehur këtë të vërtetë nga sytë dhe veshët e qendrave të politik bërjes e vendimarrjes në Bruxelles, Washington, Berlin apo kudo tjetër, është e dënueshme. Unë i bëj thirrje çdo kujt. Ju mendoni se George Soros e ka bërë? Unë i bëj thirrje çdo kujt të hap syt në marrëdhëniet me Edi Ramën. Është përgjegjës për kriminalizimin e shtetit shqiptar, është përgjegjës për kthimin e Shqipërisë në një Kolumbi të Europës, po bëhet gati të prish dhe të kap zgjedhjet e shqiptarëve, ndaj e vetmja përgjigje ndaj tij duhet të jetë bojkoti dhe jo mbështetja, paralajmërimi dhe jo mbulimi i gjëmave që i ka shkaktuar vendi. A mendoni që dhe kjo vlen për këdo duke përfshirë edhe rrjetin që ju përmendët. Ju mendoni që e ka bërë deri tani George Soros dhe rrjeti i tij këtë gjë? As nuk i takojnë interesit publik, as nuk i takojnë mua të merrem me këto detaje. Media ka bërë investigimet e veta, institucionet, me sa di unë dhe amerikane, po bëjnë investigimet e tyre, është humbje kohë për mua të merrem me kush e ka mbështetur. Fakti është që mbështetja ndaj Edi Ramës në një mungesë totale transparence dhe asgjësimi i të vërtetave të dhimbshme të Shqipërisë, mbyllja gojës për drogën, për krimin, ka pasur një kosto të jashtëzakonshme për Shqipërinë dhe shqiptarët, ka patur një kosto të jashtëzakonshme për rajonin dhe vendet fqinjë.